Gjendja është e rënduar, është goxha e rënduar. Një prej kolegëve tanë dje e mori ambulanca se nuk e përballën dot më. Kishte me tension të lartë, me aritmi, po edhe në të tjerët drejt asaj do vemi me qasho. Sa mund të rezistoni duke patur parasysh që kompania nuk ofron asnjë sitje konkrete? Pak deri tani. Ne, nëse nuk na nxjerr ambulanca, këtu do jemi. Domethënë rezistenca jonë do deri në pikën e fundit. Derisa mjeku na thot dilni se është çështje serioze. Jeni të vendosur gjithë? Po. Jemi të vendosur. Na vjen keq se s'kemi asnjë reagim nga kompania, sepse thonë që jemi një familje, ndërkohë familja në ditë vështira duket. Përdesa e pohojnë që jemi një familje, do thotë që duhet të interesohet për ne. Është një vetë se njerëz nga ana e kompanisë? Të njerëz, po. Ca të njerëz, ca të nënës këtu. Megjithatë, familja thash interesohet për fëmijët e vet, për familjen e vet, ndërsa këta nuk interesohen fare.